Portugalia miraton projekt ligjin për ndalimin e mbulesave burka dhe nikab. Portugalia ka miratuar një projekt ligj që ndalon mbulesat e fytyrës me motiv gjinore dhe fetare në publik. Ky veprim është konsideruar si shënjestër ndaj fytyrave të mbuluara të grave të fesë islame. Projekt ligji i propozuar nga Partia Ekstreme të Djathtë, CEFA, dhe ka marrë mbështetjen e PSD-s së qendrës së djathtë. Ligjvënësit e krah automajt, përfshirë edhe disa parti të tjera, kanë votuar kundër iniciativës. Masa parashikon ndalimin e fshehjes fytyrës dhe trupit në hapësirat publike nëpërmjet mbulesave të llojit burka dhe nikab. Gjithashtu, në nismën parlamentare është thënë se parandalohet akti i detyrimit të dikujt për të fshehur fytyrën për arsye gjinore dhe fetare. Përjashtohet përfshirje rastet kur fshehja e fytyrës bëhet për arsye shëndetësore ose për arsye profesionale ose artistike. Ligji tani do të debatohet në Komisionin Parlamentar për çështjet kushtetuese të drejtat, lirit dhe garancit. Por presidenti Marcelo Rebelo de Sousa ende nuk duhet të miratoj projektin. Ai mund ta vërë veton ose ta dërgojë atë në gjykatën kushtetuese për shqyrtim. Nëse miratohet ligji, Portugalia do t'i bashkohet numrit të vendeve europiane si Austria, Franca, Belgjika dhe Hollanda, të cilat kanë ndalime të plota ose të pjesshme për mbulesat e fytyrës dhe të kokës.